Dhe një prej smundjeve që e vret njeriu është gjumi i tepërt. Edhe fetarisht, edhe nga aspekti mjekësor e kështu me radhë. Pra, investimin kryesor që ne duhet t'ja bëjmë vetes sonë është në zemër. Dhe nuk ka mirësi më të madhe dhe nderim më të madh që mund t'ja bëjmë zemrave tona se sa ta kuptojmë se ato janë gjumë. Njeriu përmirësohet atëherë kur e kupton gjendjen reale në cilën është. Dhe kam përshtypjen që ne nuk po e kuptojmë gjendjen reale tonë. Dhe kjo ndodh si pasojë e mos interesimit për ta kuptuar. Sepse gjendja jonë është shumë e qartë. Realiteti ynë është i pakontestueshëm. Nuk ka mundësi edhe nuk ka nevojë me u lodh shumë tepër për me kuptuar se jemi në gjumë. Sepse dëshmia praktike, realiteti ynë praktik, tregon qartë azi se në çfarë gjendje i kemi zemrat tona. Kam frikë se ato janë në koma, jo vetëm në gjumë, por në koma, për shkak të neglizhencës maksimale që ne kemi treguar ndaj zemrave tona. Prandaj sot ka namaz pa përjetim, ka lexim Kurani pa përjetim, ka vllazëri islame pa dashuri reale, ka angazhim mekanik, por jo edhe të përshpirtshëm. E shumë gjëra tjera që dëshmojnë për realitetin e zemrave tona. Dhe gjendja jonë e jashtme realisht tregon dhe dëshmon për realitetin tonë të brendshëm.